U largua nga shtëpia në moshën 16 vjeçare, ajo që ndodhi më pas tronditi prindërit. Vendimi I një adoleshenti që ndryshoi përgjithmonë rrjedhën e jetës së tij. Në moshën kur shumica e të rinjve mendojnë për shkollën, shoqërinë dhe ëndrat e para, ai mori një vendim ekstrem, u largua nga shtëpia vetëm 16 vjeç. Pa plane të qarta, pa para të mjaftueshme dhe pa mbështetje reale, ai u nis drejt një të panjohure që do ta sfidonte në çdo havë. Askush nuk e imagjinonte se ajo që do të ndodhte më pas do të trondiste thellë prindërit e tij dhe do të ndryshonte mënyrën se si ata e shihnin djalin e tyre. Konfliktet që çuan në largim. Vendimi nuk erdhi pa pritur. Vite të tëra mosmarrëveshjesh, presioni familjar, mungesa e mirëkuptimit dhe ndjenja se askush nuk e dëgjonte, e kishin shtyrë drejt këtij hapi. Ai ndjehej I mbytur nga rregullat dhe pritshmëritë që nuk përputheshin me ëndrat e tij. Një natë, pas një debati të fortë, ai mblodhi disa rroba, mori një çantë të vogël dhe u largua pa kthyer kokën pas. Ditët e para, frikë, uri dhe pasiguri. Jeta jashtë shtëpisë ishte shumë më e vështirë se sa e kishte imagjinuar. Netët I kalonte në vende të përkohshme, herë edhe pa një çati mbi kokë. Paratë mbaruan shpejt dhe për herë të parë ai u përball me urinë, frikën dhe vetminë e vërtetë. Por dorëzimi nuk ishte një opsion. Një kthes e papritur. Pas disa javësh të vështira, ai arriti të gjente një punë të thjeshtë. Fillimisht ishte vetëm për të mbijetuar, por gradualisht u kthye në një mundësi për të ndërtuar diçka më të madhe. Ai punonte ditë e natë, vazhdoi shkollën në mënyrë alternative dhe investoi çdo fitim për të ardhmen e tij. Brenda pak vitesh, ai kishte krijuar pavarësinë që gjithmonë e kishte kërkuar. Suksesi që askush nuk e priste. Vite më vonë, ai u bë pronar I një biznesi të vogël, por të suksesshëm. Emri I tij filloi të përmendej në komunitet si shembull I një të riu që nuk u dorëzua përballë vështirësive. Ajo që tronditi më shumë ishte momenti kur prindërit e